Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Të dashurit e mi, vëllezër dhe motra, me lejonin nga thellësia e zemrës time dhe shpirtit tim, t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe lusë Allahun e madhnuar, i cili është i vetmi dhe i veçanti, Allahu i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, ai i cili na ka ndëruar me dinë dhe me iman, ai i cili na ka ndëruar me të gjitha të mirat e tij të panumërta, të cilat nuk ka mundësi askush të i numëroj. Gjithsesi, këtij urimi të përzemër, spari e lyp rendi dhe lyp tradita jon, edhe shqiptaris, po gjithsesi edhe islamis, që të përshëndeten një koqirët e këti takimi madhështor, këtu në zemër të Gjermanis, këti vendi dhe këti shteti mik të popullit ton, i cili hapi dyert për bashkëpunim, edhe pas Allahut, si kur ju mërgat e bekuar, mos ishit këtu për të ndihmu popullin ton, me siguri se përpjekjet tona për të ardhur deri te liria do të ishte tejet e vështirësuar. Prandaj dhe qysh na mësoi pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam, nuk arrihet falënderimi i plot ndaj Allahut nëse nuk falenderohen edhe njerëzit. Prandaj ju jemi mirënjohës dhe ju ja keni bërç këtij vendi dhe këtyre autoriteteve që të integroheni dhe të luni rolin konstruktiv, të ruani pastërtin dhe dinitetin e këtij vendi, se keni emanet prej Allahut të madhruar, të tregoni imazhin e pastër të popullit dhe të islamit dhe të imanit që ju e përfaqësoni. Të dashurit e mi, në këtë vend dhe në prag të iftarit, mua më është ngarkuar të flas, t'ju porosis, dhe të njëjtën kohë t'ju përkujtoj me një temë të cilën, të dashurit e mi, sa herë që flitet për temën e jetimit, sa herë që flitet për temën e nevojtarit, për temën e skamnorit, a e dini morë vëllezër dhe ju motra të bekuara, se kuna shkon mendja jonë tek njeriu më i mirë i njerëzis, tek Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili kur nuk e pat mundësin me thirr babën e tij, o babë, sepse Allahu e sprovoi atë të vijë në këtë dunja, dhe para se të vijë Muhamedi alayhi salatu wassalam, baba i tij kishte ndrru jetë. U rrit pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam, nana e tij me hjekje të mëdha arriti t'ja jap krahun birit të tij, por në moshën 6 vjeçare jetë panon. Kujdestarin e tij e mori gjyshi Abdul Muttalibi, i cili ishte zotriu asaj kohe dhe vendit të bekuar, Qabës së mëdhnuar, vendit të shenjt kiblës së muslimanëve. Dhe në moshën 8 vjeçare pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam jetë mbetet pa gjyshin e tij, të cilin sa do pak ja freskonte shpirtin e tij dhe e afronte pranë xhirit të tij, dhe kishte një respekt të veçantë pra Muhamedi ynë alayhi salatu wassalam. Edhe një ditë para se të ndrojë jetë, Abdul Muttalibi e fton Ebu Talibin, i cili ishte axha i pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, edhe i thot: o birim, unë dua të ndroj jetë,
por në emanet tala Muhammedin. Vllazën, Muhammedi alayhi salatu wassalam si jetim u rrit në oborën e Abu Talibit, në sofrën e Abu Talibit, sa që thuhet se Abu Talibi kishte shumë fëmijë, edhe i kishte vendosur një kriter, një standard të ushqimit, sa herë që fillonin me hongër bukën, ja u kishte bë me dije Abu Talibi fëmijëve të tij, se nuk guxoni ta zatni dorën tek pjata juaj, pa fillu i pari Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sa që thuhej se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam luante me fëmijët e asaj kohe, si fëmijë vogël, shtrohej sofra e bukës, Abu Talibi thoshte, thirrni Muhammedin, se a kom dhënë besën babës tim, se nuk kam hongër bukë askush në shtëpinë time, i pari pa fillu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vllazën të nderuar, ngushëllimi më i madh për jetimat është se Muhammedi alayhi salatu wassalam ka qenë vetë jetim. Prandaj në porositë e tij, në mësimet e tij dhe në udhëzimet e tij e vëren se pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam sa herë që ndëgjonte për jetimat, sa herë që flitej për jetimaj, ai alayhi salatu wassalam për një moment gëzimi i tij kthehej dhe shndrohej në një qetësi dhe në një të njëjtën kohë në një shqetësim, sa që thoshte pejgamberi alayhi salatu wassalam se ai që kujdeset për jetimin me mua në xhennet do të jetë sikur se këta dy gështrinin ngriti dy gishta pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tha sikur se gishti tregues i cili është afër gishtit të mesëm. Të dashurit e mi, Islami, feja jon, besimi ynë, dini jon, imani jon na thret që të kujdesemi për jetimin, që jetimi ka hak në hisët tona, jetimi pret ndihmën ton, jetimi pret që të thrasë Zotin dhe Allahu t'i përgjigjet në duat e tij. Njëri prej selefit të parëve të muslimanëve, një njeri i cili të kaluarën e tij e kishte të devijuar, dhe thot se një ditë kalova pranë një shtëpie edhe ndëgjova zërat e të çojturit fëmijëve të një lokeje e cila rriste fëmijë jetim. I u afrova pranë asaj shtëpie, i ushqeva ata fëmijë, i vesha ata fëmijë, i lëmova flokët atyre jetimave, edhe më tha, ajo lokeja, Allahu të mbroft, nesër, kur kime dal para Allahu të mërë njeri. Rash me fjet, edhe pash në andër sa u bën kiameti. Edhe kur dola para madhënisë Allahut, unë isha i sigurt se nuk e kisha asnjë vepër të mirë që do të shpresoja në shpërblimin e Allahut. Edhe më thanë me laqet se Allahu ka dhënë vendimin se ti do t'jesh pej banorëve të xhehenamit, edhe me lidhen edhe me tërjekën zvarë për në xhehenam, dhe rrugës për në xhehenam, me dulen ata fëmijë të cilët mbrom i kisha ushqy, të cilët mbrom i kisha vesh, i kisha strehu, i kisha gëzu, flokët e tyne i kisha lëmu, lëtë e tyne pej faqeve ja u kisha largu, dhe ju thanë me laqeve, zebanive të xhehenamit, këtë njeri nuk keni me qunë në xhehenam, sepse ky neve na ka gëzu, dhe në atë moment thirri një za,
Tha, ky njeri ka gëzu jetimt dhe këtia pa qa fal, dhe Zoti e ka fal dhe qëne në xhennet. Të nderuarit e mi, për jetimin nuk kanë pritu me mendu pejgambert e Allahut. Njerëzit të mbrim për jetimin vëllezër, Allahu në Kur'an na tregon se 2 pejgambert Allahut, njeri prej ulul azmeve, siç ishte Musau i biri Imranit alayhi salatu wassalam, edhe Khidri, shkuan dhe ndërtuan dhe nuk lejuan muri i asaj shtëpie të bjerë, sepse në temelet asaj ati muri fshihej një thesar plot me ari që mos zbulohej para se të rritën fëmijët jetim dhe atë pasuri ta shfrytëzojnë fëmijët jetim. Vëllezër, Allahu thot wa kana abuhuma saliha. Për ata 2 jetim, ata e kanë pas babën musliman të mirë. Këtu vëllezër të nderuam, na vije porosia, ne kemi obligim të jemi në rrugën e Allahut. Nëse neve na nxon vdekja në rrugën e Zotit, ati i kof shumë fal, për neve kanë mu kujdes, edhe njerëzit prej lindje dhe prej perëndimi, ka me dërgu Allahu sebebgji, të cilët nuk kanë me leju që fëmijët e tanë me hjek, e ju jeni ata të cilët e ndihmani shoqatën e rahmetit. Zoti ju trajtoft me rahmetin e tij, edhe Allahu juve ja u dhosh mundësinë që Zoti të jetë i kënaqur me ju. Nuk e kemi pas kur ma let dhe kur ma shlirë, se sa tash, kur Allahu pret lutjet e tona, pret Allahu sakrificat e tona, i pret Allahu vëllezër të dashur që hidhrimin e jetimit ta shndrojmë në gëzim, lotët e tij, edhe brengat e nënave të jetimave, të cilat sakrifikuan rinin e tyre dhe nuk pranuan të martohen, por vëllezër të dashur sakrifikuan për t'i rrit jetimt, e mos të bredhin rrugve pirolla tyre nënave ju qoftë. Sa shtregohet një histori shumë e dhimbshme dhe prekshme, edhe e vërtet, që kanë ndodhur në vendin ton, atyre burrnorëve, thuhet se një nane i është vra burri, një gruaj është vra burri, dhe ajo nanë është detyru t'i rris jetimat, i ka rrit jetimat, edhe u bënën të zot e vetit, edhe të njëjtën kohë, kjo e reja një ditë erdhë koha për t'u plak, për t'u bë gjyshe, dhe një moment i erdhë koha shpirtin Allahut për t'ja dorëzu. Edhe kur dashti shpirtin Allahut me ja dorëzu, i erdhë momenti i ftoi të gjithë djemt, të cilët ju tha, a ju kujtohet juve, o pitë e mi, që ju kom rrit me kafshatat e bukës, të cilën na sollnin njerëzit, sikurse jeni ju që ndihmoni shoqatën e rahmetit. Edhe të dashurit e mi, o birim, ju thot, unë e kam një kërkes prej teje, o djalim i madh. Thot, kontratën e martesës që kum pas me babën tënd, amonit koft këtë fletën një qahit, në qefin ma jep, e të takoham sante në qenet, e t'i thëm burrit tim, se ftyrën tënde ta kom rujt, nderin e familjes ta kom respektu, dhe fëmijët në rrugën e islamit t'i kom rrit. Prandaj, në atit ku në ka bon një qa hoqa, ja fleta e një qahut, unë besën e Allahut e kam realizu. Prandaj vëllezër të dashur, dijeni se jetimt po presin sakrificën tonë,
po e presin zeqatin ton, po e presin sadakën ton, jetim të dashurit e mi, po presin prej neve, pranaj edhe na po presim që Allahun me gëzu, e Allahu neve me na gëzu, e në gjennet të gjithve me na qu. A i ka mundësi, prandaj mos pritani, ju vëllezër dhe ju motra, dhe ju të cilët i përcjellni këto fjali në përmjet ekraneve të televizionit, ju bëj thirrje kudo që ekzistojnë jetimet, shtrinë dorën, sepse ajo është dora bekuar, ajo është dora e cila gëzon Allahun, ajo është dora e cila qetëson robin e Allahut. Edhe dijeni se kur ta gëzoni robin e Allahut, Allahu gëzohet me ju, edhe Allahu ju dën. A e dini të dashurit e mi, çka do të thotë Allahu me na dash? E sidomos sonte, e sidomos këto net bekuara të muajit shenjtë të Ramazan, që kemi fillu me haprun 2/3 e muajit ti, që kemi fillu të dashurit e mi me yndan nga mesi i muajit të ti. A e dini që do të thotë që Allahu Gjelle Gjelaluhu tjetë i kënaqur me ne, e kur Allahu neve na dën, kur me xhehenem Allahu nuk na dënon. Kjo është qëllimi ynë, prandaj mos të hezitojmi, edhe mos të pritojmi, edhe fuqimisht porosit dhe premtimet e Zotit ton t'i realizojmi, se Zoti ka për të gjithë, por jetën e kësaj bote e ka kriju për të na sprovu, e sprovat e ti besimtari me besnikri dhe me një dignitet dhe me një autoritet e ka obligim për t'i respektu, se sa herë që i ka respektu Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk kalon pa na shpërbly në jetën e kësaj bote dhe në botën e përjetësisë. Vllazën të dashur, shembujt janë të shumt, historia e kaluar e largët, e kaluara e afërt, edhe e tashmja, por edhe e ardhmja, do të sjell shembuj të shumt për jetimet, prandaj ju bëj me dije se e kemi obligim të mendojmë për ta, ti edukojmë ata, të ruhemi nga pasuria e tyre, edhe të njëjtën kohë ti mbështesim kujdestarët e tyre, se i pari që do ta çel dyert e xhennetit, padyshim do të jetë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, por fill pas ti ka ardhur hadith të vërtet, do të jenë kujdestar të jetimave, sa që kur do të kthej kokën e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, do t'i sheh njerëzit dhe do t'i pyet se kush jeni ju dhe çka keni bë ju, ata do të thonë se ne jemi kujdestar e jetimave dhe Zoti na ka thirrë se më njëherë pas teje në xhennet me hy. Prandaj vëllezër dhe motra, dijeni se ajo që jepni, atë që sakrifikoni, atë që keni me dhënë për hatër të Zotit, ajo është e juaja. Ajo vëllezën të dashur që mbetet për në shtëpinë tuaj, ajo harxhohet, asgjësohet. Prandaj nuk ka projekt më të qëllum, nuk ka projekt më të lëvdum, nuk ka projekt më të shënum, se sa njeriu të kujdeset për llojin e tij, për vëllaun e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, wallahu kana fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Që do të thot në gjuhën shqipe, Allahu është në ndihmën e robit ti, kur robi Allahut kujdeset për vëllaun e tij. Prandaj vëllazën, ky projekt të dashurit e mi kur njëherë nuk tjetërsohet. Ky projekt kur njëherë nuk asgjësohet. Ky projekt kur njëherë nuk harrohet. Prandaj projekti për të rritë një fëmijë jetim, për të edukuar një fëmijë jetim, por mos të lanë një fëmijë i cili ndoshta edhe gjumi e nxan, por është i uritun, por është i eshtur, por i mungon përkthjelja prindit ti, po i mungon vëllezën të dashur afërsia dhe ngrohtësia e babës ti. Prandaj për t'ja kuptu jetimit, mbylli syt një çast,
edhe mendo që fëmijën të cilin te e ki në prandë, në preherin tënd, edhe e ki afër teje, mendo që ai fëmijë të rritet pa ty, të rritet me mungesën tënde, qysh do të kishe ti qef, ai fëmijë të trajtohet, hapi syt, trajtoj fëmijët e vëllezërve tu, edhe trajtoj fëmijët e nënave të kombit dhe të vatanit ton, qysh kisha pas dëshirë të trajtohen fëmijët e ton, po të mos ishte ti gjallë dhe në mesin e tyre. Unë e kam parasysh se ne kemi mundësi, se ne jemi të gjithë, edhe si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushqimi i dy vetëve ju mjafton të katërve, prandaj edhe rrogat tona, edhe ushqimet tona, edhe të njëjtën kohë pasuritë tona kanë me ju mjaftu inshallah, edhe duhet me gjetë forcën e imanit dhe të besimit për të shtrirë dorën e ndihmës dhe solidaritetit, se kjo është porosia Allahut, kjo është misioni pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe kjo është vlerë dhe virtyt i njerëzve të lartë për të cilët kemi nevojë të jemi me ta. Andaj Zotin e falenderojmë, atij fuqimisht të gjitha adhurimet ja adresojmë, duke pas parasysh se është koha e limituar, duke pas parasysh se kemi në prag iftarit, edhe kemi të njëjtën kohë dhe një ligjerus pas mesa, unë detyrohem me kaq ta përfundoj dhe ta përmbylli porosin time, unë emocionova për juve, sepse jam i bindun se qysh ju nuk na keni harru, dhe qysh ju neve na keni dasht, dashuria jon, edhe lutja jon për ju tek Zoti është fuqi plot, edhe të njëjtën kohë është aktive dhe është valide deri në ditën e kiametit. Prandaj lutem në Zotin të dashurit e mi, që Allahu neve të na trajtojë me rahmetin e tij dhe me dashurinë e tij, edhe të lutem Allahut, o Allah, me dashurinë tënde ndaj nesh, e jo me dashurinë tonë ndaj ti, se dashuria jonë ndaj ti është shumë e vogël në krahasim me dashurinë e ti ndaj neve dhe mëshirën e ti dhe butësinë e ti dhe dëmshurinë e ti për neve. Faleminderit shumë, qofshit faqebardh, Zoti ju bof kabul agjerimin, Zoti ju gëzoft me të mirat e ti në dunjë në ahiret. Allahu Azza wa Jall ju mundsoft që natën e Kadrit të takoni dhe të njëjtën kohë adhurimet më të sinqerta për Zotin ti adresoni dhe lutjet e juaja Allahu të përgjigjet e të na amnestoj të gjithëve, pra vëllezër dhe motra në përgjithësi. Tash vëllezërit ton, pra organizatorët e shoqatës Rahmeti dhe përgjithësit e saj, zbashku me stafin e tyre teknik, dalin sofër për sofër, dhe atë që ja u thret shpirti dhe zemra juaj, duke shpresu se ajo që vendohet në atë kac dhe në atë ark, dini se ajo është e juaja, dhe me të do të keni mundësi ti kërkoni Zotit, që Zotin ditë kiametit nga zjarri i xhenemit ju shpëtoj, edhe drejt në xhenetet e Allahut, Allahut ju ratoj. Bismillah, në emrin e Allahut, me Allahun, te Allahu, prej Allahut. Allahu është përbleft hoxhën e nderuar Fatmir Latifin, i cili me të vërtet me këto fjalë të freksta na zbuti zemrat, na qetësoi zemrat e tona, dhe Allahu na mundsov që me xhallarët e tonë zbashku kështu në xhenetin Firdausin që na çon. Allahu juve ju shpërbleft për kontributin e juve vllaznitë e dashur, mbasi që disa minuta na ndajmë prej iftarit, shfrytëzojmë rastin që këtë të bim të përfundojmë derin në fund. Andaj ju shalu që si cilin e të rinë në përvendat e juaj, do të ashtrojmë iftarin, do të qelëm iftar me hurme dhe me uj. Atëherë masanena do të dalëm jashtë, inshallah do të falëm namazin e akshamit. Mbasa namazit e akshamit do të ashtrojmë iftarin. Une
masi që edhe disa minuta ka kohë, edhe pak, andaj